Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në bashkinë Vaudejos, ku 56 vjeçari me inicialet BSH ka goditur disa herë me mjet preroskos kamarierin e një lokali në zonën e Bushatit, pasi dyshohet se ky i fundit nuk i ka shërbyer kafen. Në njoftimin zyrtar të policisë së Shkodrës thuhet, shërbimet e komisariatit të policisë Vaudejos ditën e djeshme pas marrjes së informacionit se në ambientet të një lokale në qendër të Bushatit ka pasur një konflikt për motive të dobta, ku shtetasi i BSH kishte goditur me mjet preroskosore një shtetas, kanë organizuar më njëherë punën për kapjen e autorit si dhe për sqarimin e rrethanave. Si rezultat i veprimeve të shpejta operacionale u bë i mundur arrestimi në flagrancë i shtetasit BSH 56 vjeç, banues në fshatin Mali i Ushit. Nga veprimet hetimore dyshohet se shtetasi PV 39 vjeç është dëmtuar në kokë dhe në pjesë të ndryshme të trupit dhe ka pësuar fraktura, thyrje në krahun e djathtë, pasi është goditur me mjet preros nga shtetasi BSH gjatë një konflikti për motive të dobta. Mjeti preroskosore u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Shtetasi PV vijon të jetë në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.